Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga deputeti i Kuvendit Nezir Kraki, ka shkuar për vizitë për ngushëllime në familjen Krasniqi në Junik. Familja është ajo e boksierit të njohur Luan Krasniqi, e cila humbi më të dashurin e tyre, të birin Ramiz Krasniqin. Kurti u shpreu ngushëllimet më të sinqerta të gjithë familjarëve dhe miqve të ndjerit, teksa shihet në disa foto me legjendën e boksit Luan Krasniqi. Ndërkohë në postimin për ndarjen nga jeta të vëllait, Krasniqi shkruan: "Me dashuri dhe mirënjohje për vëllaun tim Ramizin, sot është ndarë nga jeta vëllai im i madh Ramizi, vëllai im i dashur, shoku im i jetës, figura ime atërore. Ikja e tij ka lënë një boshllëk të madh në zemrën time, një dhimbje që nuk përshkruhet me fjalë. Ramizi ishte më shumë se një vëlla për mua, ai ishte njeri me forcë dhe parime të forta, një shembull i rrallë, i cili më udhëzoi dhe më frymëzoi gjatë gjithë jetës sime. Jeta e tij ishte mbushur me përgjegjësi dhe dashuri për familjen. Ajo që e bënte Ramizin të veçantë ishte madhështia e tij e heshtur, nuk kërkonte kurrë vëmendje, por kur fliste, të gjithë e dëgjonin. Kur ishte pranë ndihej i sigurt dhe kur e kishte nevojë, ai gjithmonë ishte aty, i palëkundur dhe i besueshëm si askush tjetër. Jam thellësisht mirënjohës për vitet që ndam së bashku, për këshillat e tij, për ngrohtësinë dhe dashurinë që më dha pa kushte. Ramiz ti ishe dhe do të mbetesh gjithmonë një model për mua. Do të mbaj në zemër, sot, nesër dhe përherë, me dashuri dhe dhimbje vëllai yt i vogël Luani", shkruan legjenda e boksit Luan Krasniqi në një postim në rrjetet sociale pas ndarjes nga jeta të vëllait të tij.